Mirëmëngjes gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridibet, kampionatin kombëtar të debatit, edicioni 9 i këtij aktiviteti apo këtij eventi program projekti që ne kemi dhe zbatojmë prej 9 vitesh si organizata Liburneti. Padyshim që ky aktivitet nuk do të ishte i mundur nëse nuk do të kishim mbështetësin e duhur, ndaj unë do të falenderoj Agjencinë Kombëtare të Rinisë që ka mbështetur këtë vit kampionatin kombëtar të debatit, por edhe AMSHC. Për sa i takon rrugtimit që kemi ndjekur në këtë edicion të 9, kemi qenë në shumë qytete, sot kemi 2 skuadra përfaqësuese, njëra nga qyteti Gjirokastrës, Asim Zeneli, një duar tukite për skuadrën. Dhe kemi edhe një rikthim që është shkolla Mjeti Zojzaka, dua një duar tukite edhe për ta nga Divjaka. Më vjen mirë që përgjatë gjithë kampionatit kemi takuar të rinj që janë të motivuar, që duan të debatojnë, duan të argumentojnë edhe kanë sjellë rezultate dhe performancë shumë të mirë. Nga ana tjetër dua të falenderoj ata që kanë bërë edhe të mundur vlerësimin dhe kanë sjellë 2 skuadrat që janë sot në këtë kampionat. Jemi në fazën eliminatore. Kjo është një fazë shumë e rëndësishme, sepse vën në përballje 2 skuadra shumë të mira, por vetëm njëra prej tyre do të kaloj, pra do të jetë pjesë e kualifikimit për sa i takon fazës tjetër çerek finale. Me ne janë sot Angela Gjaka, juriste në profesion, pjesë e Ridibet në edicionet e kaluara, padyshim shumë e mirë në public speaking, sepse ka qenë pjesë e shumë aktivitete që kanë pasur në qendër pikërisht këtë lloj zhanri, të themi të artit të fjalës. Nga ana tjetër dua të falenderoj edhe Glingjet Madin, ka qenë pjesë e kampionatit më së shumti për sa i takon panelit juris, sikurse ka qenë edhe Eugena Gjoka, e cila vjen si pjesë e Fakultetit të Shkencave Sociale, asistente, por nga ana tjetër Glingjeti është edhe profesues i Këshillit Kombëtar, Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë. Kështu që një duar tukite për jurin tonë. Pasi kemi përfunduar me falënderimet, dua të falenderoj edhe 2 zyshat që ju kanë sjellë sot në kampionat. Por dua të falenderoj padyshim dhe organizatën dhe stafin që rri mbrapa këtij aktiviteti dhe që me shumë përkushtim dhe dashuri e bën Ridibet për të 9 vit radhasi. Vitin që vjen do të kemi edhe edicionin e 10, do të jemi në një aktivitet shumë më të madh. Uroj që të gjithë ata që kanë qenë pjesë në mbështetjen e këtij aktiviteti të jenë pjesë edhe në edicionin e 10 dhe ftoj të gjithë ata që duan të debatojnë edhe që duan të bëhen pjesë e këtij kampionati duke mbështetur të rinjt shqiptar në këtë rrugtim kaq të bukur që është padyshim debati. Mirë, sot do të debatojmë për një nga temat e cila do të zgjidhet përmes shortit, përmes alternativave që neve ju kemi dhënë. Keni 2 tema në dispozicion, që do të ftoj Mjeti Zojzakën për të bërë përzgjedhjen, dhe pastaj në debatin e 2 do të ketë të drejtë zgjedhje skuadra e Asim Zenelit. Urdhro? Je sigurt apo jo? E lexojmë bashkë. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është aq dobiprues për zhvillimin politik, ekonomik dhe social të vendit, pra euroskepticizmi. Shumë faleminderit. Pra, tema do të jetë antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është aq dobiprues për zhvillimin politik, ekonomik dhe social të vendit, ose ndryshe njohur si euroskepticizmi. Do bëjmë tani përzgjedhjen në skuadra tjetër për sa i takon qëndrimit pro ose kundër. Po. E tregojmë nga kamera. Pro do të jetë Asim Zeneli, kundër do të jetë Mjeti Zojzaka. Faleminderit. Tani ju keni nga 7 minuta kohë përgatitore, me qetësi nuk ka filluar minutazhi. Mund të poziciononi padyshim tek këto 2 zonat që ju kemi përcaktuar. Suksese dhe të fitoj më i miri.
skuadrave, 8 antarët e skuadrave e dim tashmë, sipas formatit do duhet që të flasin, nga 1 minutë maksimalisht për secilin nga ju, fillon skuadra që mbajnë qëndrimin pro, dhe do të pasohet pastaj nga skuadra që mbajnë qëndrimin kundër. Suksese. Atëherë përshëndetje të gjithëve, si fillim neve do që të kuptojmë që termi euroskepticitet do me thënë që ngritja dyshimeve apo hipotezave që një shtet kombëtar siç është Shqipëria ngre për sa i përket një kauze të caktuar, pikërisht për Bashkimin Evropian. Pyetja e vërtetë e cilën neve do që të ngrejmë është, ne dim shumë mirë që për sa i përket legjislacioneve të Bashkimit Evropian, Shqipëria apo të gjitha vendet të cilat do të integrohen më tej në këtë komunitet do të marrin fonde apo grante. Shqipëria është një shtet me institucione shumë të dobta dhe të paformuara mirë që nga periudha e tranzicionit. Dhe kështu pyetja e vërtetë është, në momentin që një shtet kaq i vogël merr kaq shumë përfitime apo grande, kush do të jetë ai person i cili kujdeset për të gjitha këto vlera monetare? Sipas Transparency International, në vitin 2023 Shqipëria ka marrë vetëm 39 pikë nga 100, duke analizuar kështu në vende më problematike për sa i përket niveleve të korrupsionit, si në Ballkan ashtu dhe në Europë. Për këtë arsye, të gjitha këto grante, para të mëdha të cilat do të vinë, do të shfrytëzojnë kështu rritjen e rishfetit dhe po ashtu edhe të korrupsionit në nivele shumë të larta, duke na bërë kështu një vend dhe akoma dhe më të prapambetur për sa i përket periudhës legjislative. Pra duhet që të kemi në themel që neve nuk do që të interesojmë vetëm për interesin ton personal, por ashtu edhe për atë kombëtar. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje, jam Kleopatra Bukur dhe përfaqësoj gjimnazin Miti Zoi Zaka Divjak. Dhe ne nuk jemi skeptik për dobitë që mund sjellë antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. E nis me një thënie nga Angela Merkel që thotë se reformat e thella janë ato që garantojnë zhvillimin në një vendi që ti the se ne nuk e kemi. Prandaj hyrja në Bashkimin Evropian është çelësi për zhvillimin e Shqipërisë. Nisur nga kjo ide, antarësimi në Bashkimin Evropian do të jetë dobiprues për zhvillimin social, ekonomik dhe politik të vendit. Pra gjitha pikat që ti përmende në argumentin tënd. Antarësimi nuk është vetëm një synim diplomatik për Shqipërinë, por një mekanizëm presioni, po e quajmë, për detyruar shtetin tonë të ndërmarrë reforma kundër korrupsionit, reforma në drejtësi dhe në arsim. Për më tepër, hyrja në BE do të rrisë investimet e jashtme, do të jap mundësi, do të rrisë mundësit për të rinë si ne, që e dim shumë mirë që vendi jon ka nevojë dhe do të rrisë gjithashtu bezimin e ndërkombëtarëve që as ti si shtetas shqiptar nuk e ke ndaj shtetit tonë dhe më vjen keq për këtë, dhe gjithashtu do të zhvilloj vendin ton edhe në arsim dhe në çdo fushë tjetër. Në kushtet kur vendet e vogla si Shqipëria ka nevojë për aleat fuqishëm ekonomik, antarësimi politik në BE nuk është zgjidhje për Shqipërinë, por domosdoshmëri. Atëherë përshëndetje, juve përmendët financat dhe zhvillimin ekonomik, por unë do të doja që këtë argumentimin ta filloj me një pyetje. A mundet që të përballet një shtet i vetëm si Shqipëria me sfidat e një bote globale? Sigurisht ne besojmë se jo. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian shpesh neve na është premtuar si zhvillim dhe mirëqenie, por pas gjithë kësaj fasade fshihet një pyetje akoma më e rëndësishme. Si mundet që të përballet Parmenda e fermerit shqiptar me industritë robotike të Evropës? Atëherë hapja e tregut dhe heqja e barierave doganore ka për ta vendosur Shqipërinë në një betejë shumë të pabarabartë. Nga njëra anë do të gjendej gjigantët evropianë, të cilët kanë ekonomi mjaft të zhvilluara dhe mire subvencione, kurse nga ana tjetër neve do të kemi fermerë shqiptar të cilat kanë mungesë shumë të madhe të këtyre subvencioneve dhe financimeve dhe kapacitete shumë të ulta. Kjo nuk është më një garë, por bëhet një përballje në të cilin humsi me sa duket që ka i paracaktuar. Studimet të BE-s kanë treguar për më tepër se shumica e fermave shqiptare janë mjaft të vogla dhe kjo gjë e bën thuajse të pamundur luftimin dhe përballimin me Bashkimin Evropian. Prandaj unë doja të nisja edhe një pyetje tjetër. A mundet të quhet zhvillim një proces i cili e bën vendin më të varur nga Bashkimi Evropian dhe më të varur prej importeve? Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, ju pak më parë përmendët faktin se Shqipëria do ta kishte përballje me industri dhe zhvillimet e mëdha globale problematik, pra, dhe mungesa e financimeve të fermave do të ishte patjetër një problematik për Shqipërinë. Ama këto patjetër që janë të kushtueshme, por gjithsesi një ndihmë që vjen vetë nga Bashkimi Evropian janë pikërisht fondet. Fondet dhe investimet janë mjaft të rëndësishme për modernizimin e Shqipërisë dhe gjithashtu vinë ndihmë për zhvillimin e tij. Programet për shembull si fondi i PARD ofron miliona euro mbështetje që sigurohen vendit tonë dhe vinë për shembull për zhvillimin e bujqësisë, të infrastrukturës, arsimit dhe për bizneset dhe fermerët që u përmendët pak më parë vinë pikërisht përfitojnë investimet dhe teknologjitë e reja dhe të larta, gjë që përmbush pra standardet europiane. Dhe gjithashtu antarësimi sigurisht të tërheqë investorët e huaj. Dhe nëse ne na ofrojnë këto fonde që shërbejnë pikërisht për zhvillimin tonë të mëtejshëm të shtetit, atëherë pse të mos i pranojmë ato kur pikërisht këto kanë ndryshuar drejtësisht ekonominë në shumë vendeve të tjera? Faleminderit.
Përshëndetje, ju dëgjova me vëmendje, por duhet të kundërshtoj pasi Bashkimi në Europë kërkon zbatimin e disa rregullave të prera politike, të cilat Shqipëria sot dështon të përmbush në themel. Sipas të dhënave të Transparency International, institucionet tona e kanë humbur plotësisht aftësinë për të ndërshkuar shpërdorimet në nivele të larta. Kur ligji nuk vepron një lloj mbi të gjithë, besimi te sistemi fillon dhe të shembet. Kështu duke treguar se korrupsioni është një mënyrë funksionimi i vetë sistemit ton. Mëtej, sipas World Justice Project, qytetari mbetet i pambrojtur plotësisht përballë gjykatave për shkak të ndikimit të tejskajshëm dhe trysnisë që qeveria ushtron mbi sistemin e drejtësisë. Kur pushteti ekzekutiv dhe ai legjislativ kapin gjykatat, qytetari mbetet i pambrojtur para dhunës shtetërore. Për sa kohë që institucionet tona nuk udhëhiqen nga llogaridhënia, por nga parimi i forcës së zyrtarëve, atëherë ky rrugëtim mbetet thjesht një ëndër e parakohshme. Faleminderit. Atëherë, e gjova me vëmendje argumentin tuaj, por më duhet të kundërshtoj. Antarësimi në BE është shumë mjaft dobiprurës, pasi a mund të jetë një demokraci e mirëfillt pa institucione të larta? Shqipëria ka kaluar në tranzicione të shumta politike për gjatë viteve, si polarizimi, lufta kundër korrupsionit, të cilat janë tema të cilat prekin mjaft vetë shtetin. BE-ja është një katalizator dhe një shtys shumë e mirë që Europa na ka dhënë neve si shtet për të zhvilluar. Dhe antarësimi në BE na ka vendosur edhe disa kritere të cilat duhen përmbushur, pra luftimi kundër korrupsionit, rritja e besimit ndaj institucioneve dhe gjithashtu dhe përmirësimi i institucioneve të tjera si ekzekutiv, legjislativ dhe ai gjyqësor. Dhe sipas European Commission dhe World Bank ka vendosur se të gjitha vendet anëtare që bëhen pjesë, pra vendosin që të bëhen pjesë dhe të kandidojnë si vend anëtare për në BE, duhen padyshim që të kenë një vullnet shumë të madh dhe të plotësojnë të gjitha këto kritere. Dhe a mundet që të quhet një demokraci e tillë kur nuk ka institucione të zhvilluara dhe në mes të vështirësisë qëndron edhe një mundësi shumë e artë për ne, siç thotë edhe Albert Einsteini. Faleminderit. Përshëndetje, do nëse të gjithë mund të bien dakord me mua, unë jam mendimin se euroskepticizmi ka një argument të fortë. Antarësimi mund të rrisë varësinë nga burokracia mbikombëtare. Sipas në Bashkimin Evropian, rreth 60-70% të legjislacionit ekonomik dhe tregtar të vendeve anëtare lidhet drejt për drejt me rregulloret europiane. Për një shtet të vogël, pesha në vendimarrje do të mbetej e kufizuar. Shqipëria do të kishte vetëm disa përfaqësues të Parlamentit Evropian nga 700 deputet gjithsej. Kjo do të thotë se ndikimi real i politikave të mëdha ekonomike do të mbetej i kufizuar përballë shteteve të mëdha. Lidhet edhe me atë që quhet ndryshe distanca demokratike. Sipas sondazheve të Eurobarometer, rreth gjysma e qytetarëve europian ngelen të përjashtuar nga institucionet e EBE-s dhe i quajnë vendimarrjet e tyre komplekse dhe të largëta. Kur vendimet kryesore merren në nivele supranacionale, rritet ndjenja se kontrolli i qytetarit mbi vendimet politike kombëtare zvogëlohet. Pra, shqetësimi kryesor nuk është kundër BE-s, por ndaj faktit që një pjesë e fleksibilitetit dhe sovranitetit kombëtar do të zbehi brenda një sistemi të madh burokratik. Faleminderit. Përshëndetje. E vlerësoj shumë mendimin e Pararensit, por më duhet ta kundërshtoj. Ju po argumentoni vetëm kërkesat që kërkon BE, pa menduar fare se çfarë përfitimesh ne mund të kemi realisht nga ajo. Nëse një kom do jetojë në të shkuarën, nuk do të zhvillohet dhe nuk do të krijojë një të ardhme më të drejtë për qytetarët e saj. Pikërisht për këtë arsye antarësimi në BE, përveç se do ta zhvillojë vendin ton ekonomikisht, gjithashtu do të krijojë edhe një vend më të sigurt për qytetarët e saj. BE promovon arsim më të mirë, mbrojtje sociale dhe barazi për çdo individ. Dua ta mbështes argumentin tim mbi thënien e John Kennedy. Ndryshimi është ligji i jetës dhe ai që jeton vetëm të tashmen dhe të shkuarën me shumë mundësi do të humbas të ardhmen. Sipas UNDP-s, vendet e integruara në BE pësojnë një rritje të mirëqenies së tyre, sepse Europa nuk matet me kufi, as me para. Europa fillon aty kur qytetarët ndihen të sigurt dhe nëse ky antarësim ka fuqinë për të ndërtuar një të ardhme më të drejtë për qytetarët e saj, atëherë kush ka të drejtë ta ndalojë?
Përshëndetje, të dëgjova me vëmendje dhe jam me mendimit se një nga shqetësimet kryesore të euroskepticizmit lidhet drejt për drejt me largimin e kapitalit njerëzor si pasojë e lëvizjes së lirë. Në fakt, shumë të rinj zgjedhin të studiojnë dhe të punojnë jashtë për të patur mënyra më të mira jetese dhe studimi. Megjithse kjo sjell përfitime shumë të mira për ta, në fakt lë në mungesë të profesionistëve të kualifikuar shtetin. Në fakt, shumë vendet e Evropës lindore kanë humbur mbi 10 deri në 20% të popullsisë së re pas hapjes së tregut të punës. Kjo ka sjell shumë të mira për ta, por në të njëjtën kohë ka dobësuar plotësisht shtetin. A ka kuptimi integrim që pasuron individin, por në fund të fundit varfëron shtetin? Në fund jam me mendimit se zhvillimi ekonomik nuk kërkon vetëm një lëvizje të lirë, por kërkon edhe politika që mbajnë, por pse jo të rikthejnë edhe talentet. Faleminderit. E vlerësoj perspektivën tuaj, por nuk është mjaftueshëm bindse. Pse? Sepse faktori kryesor që ndikon në zhvillimin e një vendi janë pikërisht kapitali njerëzor. Brain gain është pikërisht urlidhja midis ikjes dhe investimit. Integrimi në BE nuk do të thotë vetëm ikje, por sjellje ideve të reja dhe të investimeve, pikërisht nga këto njerëz që të cilët largohen, marrin aftësi dhe kthehen përsëri në vendin e tyre. E mbështes këtë me një thënie: atë dhe dashuria nuk matet me sa vite ti largohesh, por me sa standarde evropiane sjell në vend. Një pyetje thjesht për ju është: a është zgjidhja vetë me brain drain, izolimi i mendjeve brenda vendit, apo krijimi i kushteve për evropiane për ata që duan të kthehen? Shikoni rastin e Estonisë dhe të Polonisë. Dikur ishin vendet me lëvizjet më të mëdha në Evropë, e ndërkohë sot çfarë ka ndodhur pas integrimit? Shumica e kapitalit njerëzor të cilët janë larguar janë kthyer pikërisht për sa i të adoptimit të standardeve europiane që këto shtete kanë bërë. Nëse Polonia e Estonia janë shembull real të zhvillimit të integrimit, përse Shqipëria do të jetë shteti i parë që do të hyjë në historinë e BE-s me disavantazhe të thella? Faleminderit. Atëherë, përshëndetje, dua të them se sot ne nuk debatojmë kundër Europës, por për të drejtën për të menduar ndryshe dhe për të mbrojtur interesat tona. Unë mendoj se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk sjell domosdoshmërisht një zhvillim të lartë ekonomik dhe social. Për shembull, në vende si Bullgaria dhe Rumania, që kanë qenë pjesë e Bashkimit Evropian prej vitesh, shohim ende probleme si korrupsioni, emigracioni i lartë dhe pavarazitë sociale. Kjo tregon se antarësimi nuk sjell automatikisht një zhvillim të lartë të ekonomisë apo një përmirësim të menjëhershëm të politikave sociale. Për më tepër, në vitin 2013 në Greqi, shohim një krizë ekonomike me nivele papunësie tek të rinjt mbi 60%, duke treguar se edhe vendet e antarësuara hasin vështirësi të thella. Problemet e një kombi nuk mund të zhduken vetëm sepse ai bëhet pjesë e një organizate më të madhe. Gjithashtu më lini të theksoj se skepticizmi nuk është një pengesë për progresin, por është një garanci që provon se ky progres është për të mirën tonë. Faleminderit. Atëherë, kuptoj shqetësimin tuaj, por mendoj se të shohësh integrimin evropian si rrezik do të thotë të mos shohësh mundësitë që ai do t'i sjellë të Shqipërisë. Atëherë, si fillim, përveç aspektit ekonomik të cilit ju përmendet, integrimi evropian do të sjellë më shumë stabilitet, rregulla të qarta dhe institucione më funksionale. Një gjë e tillë do të sjellë më shumë besim për të ardhmen e individëve, por për vetë forcimin e Shqipërisë. Atëherë, pyetja ime për ju është kjo: nëse ne kemi një mundësi për zhvillimin dhe forcimin e shtetit, atëherë duhet ta refuzojmë atë? Pasi tek e fundit që një shtet të zhvillohet, ai nuk duhet të shmangë ndryshimit, por duhet ta di si ta përdor atë. Faleminderit. Përshëndetje. Tu e theksuar se euroskepticizmi nuk është frikë nga ndryshimi, por guxim për të analizuar dhe mbrojtur interesat kombëtare. Antarësimi në Bashkimin Evropian nuk garanton menjëherë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, politik dhe shoqëror për Shqipërinë. Vendet kandidate shpesh përballen me kosto të larta përshtatje, reformat imponuara dhe varësi nga politika që nuk i përshtaten gjendjes së tyre reale, që sjell ngadalësimin e zhvillimit të brendshëm dhe tensione sociale. Sipas Komisionit Evropian, vetëm 68% e rekomandimeve të BE-s u zbatuan plotësisht apo pjesërisht nga shtetet anëtare dhe vendet kandidate. Kjo tregon qartë se jo çdo reformë sjell automatikisht një ndryshim të vërtetë. Në këtë kontekst, skepticizmi qëndron. Nëse institucionet e brendshme nuk janë të forta dhe reformat jo të vërteta, BE-ja rrezikon të përdoret më shumë si justifikim politik sesa si motor i vërtet zhvillimi. Europa duhet të jetë bashkëpunim, jo varësi, partneritet, jo humbje zëri të shteteve. Prandaj, ti je euroskeptik, është mënyra më e mirë për të menduar kritikisht dhe për të mbrojtur interesat e vendit tënd. Faleminderit. Atëherë, përshëndetje, do të doja të ndalesha pak të një problem që mendoj që lidhet mjaft mirë me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për vitesh me radhë shohim që emigrimi është një faktor që vazhdon më tepër të përhapet në Shqipëri. Por pse ndodh kjo?
Cila është arsye kryesore që përmendin emigrantët që largohen? Është pikërisht mënyra e jetesës në Shqipëri dhe stili i jetesës këtu. Me anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, do të rritet kërkesa dhe llogaria kundrejt Shqipërisë dhe përrjedhoj do të shtohet kontrolli dhe cilësia e fushave të ndryshme duke u përshtatur me ato të Bashkimit Evropian. Kjo gjë do të bëjë që kushtet e jetesës në Shqipëri të bëhen më të mira dhe më cilësore. Gjithashtu në këtë mënyrë zgjidhet edhe një problem mjaft i madh për shqiptarët. Faleminderit. Përshëndetje. Në temën që po trajtojmë, mendoj se anët pozitive janë më me perë se anët negative. Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian mund të duket sikur mund të japi zhvillim vendit, por në të vërtetë, përfitimet që ky anëtarësim mund të sjellë mund të jenë më tepër individuale se sa shoqërore. Sot shumë të rinj zgjidhin vendet e anëtarësimit ose të BE-s për të rritur profesionalisht ose për të arsimuar, por vendi përmbahet me humbje të rinjve dhe të profesionistëve. Sot mbi 600.000 shqiptarë jetojnë jashtë vendit, gjë që do të thotë që vendi po humbet dita ditës profesionistë dhe po përballet me plagë të popullsisë. Gjithashtu dhe qytetarët evropian shprehin ndryshime për sa i përket zgjerimit të Unionit. Sipas sondazhit të Eurobarometrit në vitin 2025, shumë qytetarë evropian u shprehën të shqetësuar sepse korrupsioni dhe emigrimi mund të sillen bashkë me zgjerimin e Bashkimit Evropian. Gjithashtu ju përmendet se fondet dhe investimet mund të ndihmonin në zhvillimin e vendit, por sa të sigurt jemi ne që ato mund të ndahen në mënyrë të barabartë të gjitha shtresat e shoqërisë, më së shumti mund të përfitojnë grupet me ndikim të madh, sesa shtresat e ulta të cilat do të përballen në vështirësi ekonomike. Prandaj anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe pse mund të duket sikur është një zhvillim i madh, jo domosdoshmërisht është i barabartë për të gjithë, sepse në fund të fundit si mund ta quajmë zhvillim një procesi i cili zbraz vendin nga të rinjtë dhe profesionistët. Faleminderit. Falenderoj grupin kundërshtar për argumentet dhe duket se gjatë gjithë debatit ju friksua të ardhmes. BE-ja nuk është një mundësi për e re, është një mundësi që Shqipërisi është dhënë me kohë. Anëtarësimi në këtë union nuk na bën vetëm pjesë të Evropës, por na jep mundësi që të reformohemi, mundësi për të rinj dhe mundësi për të patur një stabilitet politik dhe jetësor. Në një vend i cili është në mungesë të tyre, Europa hap krah dhe na bën pjesë të tij. Ne nuk thënë se BE-ja është perfekt, por kundrazi, ajo është zgjidhja më e mirë për një të ardhme më të sigurt. Po, sfidat janë të pafundta, por ato duhet të jenë shtysa që ne të formojmë një të ardhme më të mirë dhe më stabile. Ne jo mund të mohoni se BE-ja është zgjidhja e vetme, por ajo është zgjidhja më e mirë që ka Shqipëria. Prandaj ne nuk duhet të friksohemi të ardhmes, por të përpiqemi të jemi Mirë, një duar të kite për dy skuadra. I kuptoj emocionet se jam pjesë e garës edhe ato, kështu që mund të ndodhi. Por ajo çfarë dua t'ju them unë është se e vlerësoj shumë përgatitjen e dy skuadrave dhe më vjen mirë që në këtë fazë kemi skuadra të mira sikurse ishin ato dyja në këtë përballje. Kështu që faleminderit për punën tuaj. Do të vazhdojmë tani me debatin e dytë, debatin e temave spontane. Të këto zarfe tu do të përzjedhë tani shkolla Simzeneri. Specializimi i hershëm në shkollat e mesme është më efikas se sa edukimi i përgjithshëm. Pra, tema spontane do të jetë specializimi i hershëm në shkollat e mesme është më efikas se sa edukimi i përgjithshëm. Po lexoj edhe një herë në mënyrë që ta shkruani, specializimi i hershëm në shkollat e mesme është më efikas se sa edukimi i përgjithshëm. Është mua tema? Është e qartë? Po, jo, është e qartë tema? Okej. Tani mund të zgjidhni për qëndrimin. Kundër do të jetë Kleopatra, pro do të jetë Danieli. Shumë faleminderit. 7 minuta kohë përgatitore.
vazhdojmë me debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Kleopatrën dhe Danielin. Përsa i takon temës, specializimi i hershëm në shkollat e mesme është më efikas se edukimi i përgjithshëm. Nga 2 minuta do të ketë secili nga ju për 4 ndërhyrje në total. Ju uroj shumë suksese. Atëherë si fillim përshëndetje të gjithëve, më pëlqen shumë kjo temë, pasi është një nga ato temat e cila na prek ne të rinjve në çfarë do lloj këmbështrimi. Ne jemi vetë gjimnazista dhe dim që në atë periudhën e klasës së 9 kishim atë dyzimin ton se në çfarë gjimnazi të qytetit tonë do të shkonim. Dhe dua që të përfshij që për sa i përket lidhjes terminologjike tek tema. Specializimet apo ndryshe shkollat e mesme të cilat përfshin specializim janë të gjitha ato shkollat të cilat na sigurojnë neve një profesion të ardhmen dhe po ashtu atë pjesën e zanatit. Ndërsa shkollat e përgjithshme janë ato ku ndodhemi dhe ne sot, siç për shembull Miti Zojzaka ose Asim Zeneli. Dua që të them diçka. U mbrojt pak më përpara nga grupi juaj me aq shumë fanatizëm Bashkimi Evropian dhe pse neve duhet të futemi. A e dini që në Bashkimin Evropian ne dim shumë mirë që dita ditës janë duke u vlerësuar akoma edhe më shumë të gjitha ato dek të cilat përfshin zhvillimin e profesioneve dhe po ashtu edhe të zanateve në të ardhmen. Pra vetë ato të cilat do të sigurojnë shkollat me specializim. Dhe po ashtu ata e nisin nga një pikë kyçe, pasi ne dim shumë mirë që janë të gjitha këto shkolla përgatisin për një zanat e cila në të ardhmen nuk arrin dot që të zëvendësohet nga inteligjenca artificiale. Jemi në një kohë ku inteligjenca artificiale është duke dominuar akoma dhe më shumë. Dhe për këtë gjë neve duhet të kemi mjaft kujdes se cilat ato dek do të zgjedhim ne për të na siguruar sa më shumë fonde dhe në të ardhmen tonë. Duke bërë kështu që të zgjedhim ato dek sa më stabil. Dhe ato dek të cilat janë sa më stabil, të cilat do të mbajnë ne në një profesion le të themi gati të përhershëm, janë ato dek të cilat nuk zëvendësohen dot nga teknologjia dhe pikërisht degët të cilat neve marrin nga specializimi në shkollat e mesme. Përshëndetje. Atëherë që ti the që në BE përfshihen shumë këto zanatet. Por unë mendoj që këto zanatet më shumë na përgatisin si punëtor, pa dashur ta përdor si term ofendues, na ndihmojnë në mendimin kritik që ne është shumë i rëndësishëm për ne, duke qenë se edhe inteligjenca artificiale ti e the që po ndërhyn shumë në mendimin ton kritik. Pra shkolla, gjimnazi na formon si fillim si një person me të gjitha karakteristikat dhe më pas mund të bëhemi profesionist. Unë e marr një shembull nga zysha ime e historisë. Unë do vazhdoj për inxhinieri ndërtimi, megjithatë zysha ime e historisë më thotë, historia duhet sepse si fillim duhet dim historinë e popullit tonë dhe historinë botërore për të qenë një qytetar global. Globalizmi është një fenomen shumë i përhapur kohët e sotme, pra duhet të jemi si fillim një qytetar global që më pas të formohemi si një profesionist dhe të japim ndikimin ton në botën profesionale dhe në ekonominë e vendit ton. Na jep gjithashtu ti e the që neve në klasën e 9 me zgjedhje bëjmë atë zgjedhjen, jemi në M2, edhe pas gjimnazit neve prap jemi në M2, por megjithatë gjimnazi na jep një periudhë që ne të rritemi dhe lobi frontal të zhvillohet pak më shumë, që ne më pas të reflektojmë dhe të mendojmë më shumë dhe më qartë për vendimet tona në të ardhmen, se çfarë dege o profesioni ne duam të marrim në të ardhmen tonë. Nuk kemi pse nxitohemi që direkt sa dalim nga bankat e klasës 9 që ti the jemi të pasigurt qartësoj edhe një herë, nuk kemi pse nxitojmë direkt dhe të hyjmë te një shkollë profesionale që mund na duket 2 vjeçare si një zgjidhje më e lehtë, përkundrazi një arsimi më të thelluar dhe më të gjatë. Faleminderit. Dua të saktësoj diçka tek pjesa që të jesh punëtor nuk do të thënë domosdoshmërisht që nuk je një njeri i mirë, por ama është domosdoshmërisht zhvillimi profesional të cilin neve kemi. Po ashtu është pjesa tek për sa i përket mendimit kritik. Në shkollat me specializimin industrial nuk janë vetëm ato shkollat të cilat na sigurojnë një zhvillim profesional, si janë për shembull degët e riparime, por ama janë edhe hoteleri turizmi. Dhe hoteleri turizmi janë ato degët të cilat na zhvillojnë akoma dhe më shumë mendimin ton kritik dhe po ashtu edhe marrëdhëniet me njerëzit. Ne dim shumë mirë që Shqipëria, jam duke folur si për shembull për Gjirokastre, në kalën e Gjirokastres verën e kaluar neve kishim 120.000 turistë, pra është një statistikë e cila vjen gjithmonë më shumë në rritje, duke bërë kështu që neve të themi që të gjithë ata turistë dëshirojnë personat të cilët dëshirojnë që të komunikojnë me ta dhe pikërisht dega e hotelit turizmit, e cila sigurohet në këto specializime të këtyre gjimnazeve të mesme, janë ato të cilat na sigurojnë në të ardhmen. Pastaj për sa i përket anës tjetër, M2-ja pas gjimnazit mund që të zgjidhet fare thjesht në momentin që neve mund të futemi në një profesion të caktuar. Shumica e personave e kanë paksa të vështirë le të themi zgjedhjen në një universiteti. Ndoshta nuk mund të flasim për të gjithë, por ama një pjesë e madhe do të thuaj që e kanë me M2. Dhe nga ana tjetër kanë edhe M2 zhvillimin e tyre ekonomik. Neve do që të zgjedhim një degë që na siguron sa më shumë fonde në të ardhmen. Mirë, po disa prej njerëzve nuk e kanë akoma atë mundësinë, si për shembull për të studiuar në universitete, duke bërë kështu që të detyrohen si nga ana familjare ashtu edhe nga ana personale që të futen në një profesion vetëm që të sigurojnë fonde të saktuara për jetesën e tyre. Dhe kjo M2 mund që të zgjidhet me përfundimin e shkollës specializuar të mesme dhe më pas neve do të futemi në ato degë që dëshirojmë pra në profesionin menjëherë. Dhe nga ana tjetër dua që të them që ne jemi të mësuar që si nxënës të mësojmë më mirë nga ana
praktike se sa nga ana teorike. Mundet që të themi që në përshkolla kemi shumë laboratore, është e vërtet. Mirë po, jo në të gjitha shkollat kemi, përfshi këtu shkollën time si për shembull, dhe duke bërë kështu që në shkollat industriale ajo se çfarë është duke u mësuar, është duke u mësuar gjithnjë më shumë në praktik. Duke bërë kështu që neve të zhvillojmë sa më shumë punëtorë të cilët janë të aftë në zhvillimin e zanatit të tyre në të ardhmen. Faleminderit. Atëherë ti the që shkolla jote nuk ka laborator. Atëherë pse prindit e tu kanë menduar që gjimnazi i Gjirokastër Rasim Zeneli, pra që është një gjimnaz i përgjithshëm, ka qenë zgjidhja më e mirë për ty, sepse kanë parë potencialin tek ty. Atëherë lidhem prapë me Gjirokastër. Ti the që hoteleri turizëm është një degë që duhet shumë në qytetin tënd, por nuk mjafton vetëm komunikimi. Duhen njohuritë historike dhe gjeografike që ti i merr më të përgjithshme dhe më të detajuar në shkollën në gjimnazin e përgjithshëm. Për mos thënë pastaj që ti një ndarje të përgjithshme që mos kesh atë konfuzionin që the, ti e bën në vitin e tretë. Unë për shembull jam në vitin e dytë dhe tani kam zgjedhur lëndët. Historinë dhe gjeografinë e kam hequr dhe kam bërë ndarjen midis lëndëve që unë mendoj që mund të përshtaten më shumë për të ardhmen. Pra edhe gjimnazi nuk është nuk është se nuk të jep zgjedhje apo autonominë tënde si person. Edhe në gjimnaz ti merr 2 vite formim të përgjithshëm dhe më pas ti mund zgjedhësh në bazë të profesionit. Ti the që mund të zgjidhen këto dyshimet, mund zgjidhen pasi ti ke hyrë në profesion. Ne në shkollën tonë kemi shumë të kthyer nga gjimnazet profesionale që pasi kanë hyrë në profesionin që ti the i zgjidh gjitha këto dyshimet, janë kthyer përsëri në gjimnaz duke qenë se kanë parë që shkolla profesionale nuk i ka dhënë atyre edukimin e duhur dhe nuk i ka bërë atë aq të përgatitur në punë, pavarësisht praktikave. Praktikat ndihmojnë, por pse mos dim mirë teorinë? Pse duhet shkojmë në luftë pa armë? Duhet dim mirë teorinë dhe më pas ne mund të bëjmë praktik. Gjithashtu, shkolla profesionale, nga rasti që thash që kemi shumë kthyer, është më shumë si një humbje kohe. Ti humb vitet e tua që je më produktiv dhe ku mund të formohesh më së shumë, pra vitet e tua ideale për të formuar, duke punuar se duke hyrë direkt në profesion. Pse jo mos formohesh një herë dhe më pas të hysh në profesionin për cilin ti je i sigurt. Ti the edhe më pas që pas shkollave profesionale ti mund ndjekësh një universitet. Universiteti nuk bën gjë tjetër veç se të kategorizon në një degë specifike, por ti këtë gjë e ke bërë në shkollën profesionale. Atëherë duke qenë se ti e ke bërë në shkollën profesionale, pse mendon se duhet prap universiteti mbas shkollave profesionale, duke qenë se e përmendej që pas shkollave profesionale shumica preferojnë të ndjekin universitetet? Unë nuk e përmenda që pëlqen që të preferojnë që të vazhdojnë për universitetet, megjithatë dua që të them diçka. Në shkollat e mesme ne dim shumë që nxënësit trajtohet me të gjitha ato talentet sikur i kemi njësoj. Madje është një ushtrim i cili neve bëjmë në shkollë, që besoj e njihni dhe ju, e cila na quhet ushtrimi i gjeniu të kafshëve, e cila na thotë që elefanti, majmuni dhe një kafshë edhe peshku luftojnë se si mundet që të ngjisin pemën, pra që të trajtojnë me talentet e njëjta. Dua që të them pastaj nga gjë që kjo në shkollë ndodh, pasi le të themi unë si për shembull në qoftë se historinë gjeografike të cilën ti e përmendë shumë që ne zgjedhim në vitin e tretë, pse unë që të harxoj kohën duke mësuar në vitin e parë dhe të dytë. Mund të justifikojmë nga ana e formimit personal, po shumë e vërtet, siç i përket për shembull identitetit ton kulturor. Mirë po, u përmend pak më përpara nga ty që zhvillimi jon bazë është zhvillimi profesional. Mund të që zhvillimi jon bazë është pra çfarë profesioni neve do të marrim në të ardhmen, atëre pse ne duhet që ta mësojmë historinë dhe gjeografinë në momentin që për shembull vetë ty në inxhinier ndërtimi nuk do të hyj punë në universitet, pasi nuk i përket fare zhvillimit të profesional për sa i përket në të ardhmen. Dhe pastaj po ashtu duhet të përmendim pak nga ana tjetër tek prapë që i kthem hoteleri turizmit, për sa i përket zhvillimit ton të turistëve, aftësitë të cilat do të formohen do të jenë më të mëdha në teren se sa për sa i përket njeriu tjetër. Zhvillimi teorik është i vërtetuar shkencërisht nga lobi frontal që ti e përmende, që nuk ka lidhje me gjimnazistë, pasi lobi frontal nuk zhvillohet deri në moshën 25 vjeçare, jo në 18 vjeçare. Dhe për sa i përket kësaj gjë, neve duhet që të sigurojmë që lobi frontal pasi është siguruar deri në moshën 25 vjeçare, neve kemi një zhvillim më të mirë profesional në atë pjesë kohore. Dhe po ashtu nga ana tjetër, nëse neve do të marrim si për shembull krahasimet e një personi i cili është zhvilluar nga ana teorike dhe po ashtu dhe nga ana praktike, ne dim shumë mirë se kush do të jetë më i mirë, do të jetë ai praktike, pa paragjykuar askënd. Dhe edhe pse formimi teorik mundet që të jetë shumë i mirë, unë e siguroj që ana praktike do të jetë më e mirë. Dhe po ashtu nga ana tjetër unë mendoj që një person i cili e ka le të themi laku në gry kur i thot nga ana e kushteve ekonomike apo financiare që është vendosur vetë familja e tij, atëherë unë nuk mendoj se duhet që të interesojë që mësoj histori gjeografin, por ama duhet të interesojë që gjej një profesion që do marrë zhvillimin të ardhmen. Atëherë ti the që në gjimnaz të kategorizon vetëm tek një pjesës dhe ti nuk mund të shprehesh karakterin tënd. Neve kishim dhe një temë tek paketa e debateve të liderave që ishte a duhet të nxiten aktivitetet jashtëshkollore. Pra, aktivitetet sportive kulturore në shkollë, gjë që në shkolla është e përhapur, aktivitetet sportive ose si klubi debatit që po marrim në pjesë, edhe pse në gjimnaz ne marrim një zhvillim të përgjithshëm, prapë aktivitetet sportive, kulturore dhe sociale që ngjiten në gjimnaze, na jep atë që ti the, pra nuk na përgjithson thjesht në gjimnaz, por na jep edhe atë identitetin ton personal. Gjithashtu,
pse një person që ka bërë 3 vite gjimnaz të përgjithshëm dhe më pas 7 vite shkolle themi për mjekësi, duhet barazohet me një person që ka bërë 2 vite për infermieri dhe të futen në një sistem. Pse është ndërtuar sistemi në bazë të gjimnazit dhe në bazë të universitetit? Pra kjo ka një arsye. Ti the që lobi frontal zhvillohet deri në moshën 25 vjeçe dhe unë nuk thash që lobi frontal zhvillohet deri në 18 vjeçe. Pikërisht ti mbaron gjimnazin, më pas mbaron universitetin në moshën 25 vjeçare dhe lobi frontal është i zhvilluar dhe më pas ti je i gatshëm të marrësh vendimet e tua për punësimin tënd dhe jo të hysh direkt në punë siç bëhet, siç nxitet nga shkollat profesionale. Faleminderit. Tek pjesa për sa i përket degës sot e turizmit, e cila neve tham që zhvillimin historik apo gjeografik le të themi me që ishim dalur tek ajo pikë, ne dim shumë mirë që edhe në shkollat industriale, duke qenë sepse zhvillohet akoma dhe më shumë kjo degë, nga ana tjetër do ta kemi edhe këtë lloj specializimi, pra neve do të kemi akoma dhe më shumë njohuri të cilat do të merren në këtë lloj dege. Pastaj për sa i përket zhvillimit tjetër profesional, që siç the mjek apo inxhinier, unë nuk mendoj se le të themi kur neve do të kemi një problem në shtëpinë tonë, neve do të sillim mjekun në shtëpi, pasi neve nuk konsideroj vetëm mjeku një profesion shumë i mirëtardhëm, por janë edhe profesionet e tjera. Pra neve nuk duhet që ta themi dhe ta ofendojmë pak atë pjesën e të qenit një punëtor, pasi bota le të themi kërkon akoma dhe më shumë këto profesione, dhe janë këto profesione të cilat do të sjellin më shumë zhvillim ekonomik dhe po ashtu siç e thash pak më parë, të pa zëvendësueshme nga ana inteligjencës artificiale, dhe pastaj nga ana tjetër, siç e thash pak më përpara, në vitet e mëparshme të gjimnazit ka lëndë, të cilat në një zhvillim më tej, siç është si për shembull profesional apo në shkolla industriale, nuk do të hyjnë në punë. Pse neve duhet që të luftojmë, të harxojmë kohë të tjerë në këtë pjesë. Pastaj për sa i përket klubeve jashkollore, që ne thamë ishim të gjithë të zhvilluar për sa i përket pasioneve tona, kemi shumë shkolla në Shqipëri, flasim për Shqipëri, pasi këtu është tema, që këto klube, më falni, shkollore nuk janë të përfshira, duke bërë kështu le të themi një diferencim shumë të madh midis atyre nxënësve të cilat i duan këto klube jashkollore, do të kemi një formim dhe më pas atyre të cilat nuk janë. Po për sa i përket shkollave industriale, kjo gjë nuk funksionon, pasi të gjithë trajtojnë për atë degë të cilat janë futur. Duke bërë kështu dhe duke afirmuar akoma dhe më tej atë pjesën që në momentin që ne do të marrim një zanat apo një profesion, jemi të barabartë në tregun e punës. Dhe po ashtu nuk është vetëm mjeku ai i cili neve do ta zhvilloj botën në të ardhmen, por ama janë të gjitha profesionet të cilat do të merren në mënyrë literale. Pastaj tek pjesa e mendimit kritik, që neve tham prap tek lobi frontal, lobi frontal deri moshën 25 vjeçare ne kemi mbaruar universitet, pra do të merren në pjesën e punës. Mirë, dyshimet më të mëdha të moshës sonë nuk vinë kur ne jemi në moshën 25 vjeçare. Dyshimet më të mëdha profesionale, por ama vinë edhe më përpara. Dhe në momentin që neve nuk kemi të zhvilluar psikologjikisht për të përballuar të gjitha këto dyshime të cilat neve vinë, atëherë ne do të kemi dyshime të cilat ndonjëherë mundet edhe që të na çojnë në gabim. Atëherë për kap të kjo e fundit të thej që dyshimet nuk vinë moshën 25 vjeçare dhe ke shumë drejt, po vinë më përpara. Vim të shembulli në fillim që the, kur dalim nga banka të klasës 9. Një person që vazhdon specializimin e hershëm në një shkollë profesionale del nga bankat e klasës së 9, kur dyshimet vinë më parë dhe janë më të forta, duke qenë se lobi frontal nuk është zhvilluar dhe as nuk është afër zhvillimit dhe individët janë më të pavendosur. Prap, po kthehemi tek ajo, ti del nga banka e klasës 9 dhe detyrohesh ose hyn në një shkollë profesionale ku lëndët i ke të përcaktuar ose praktikën e ke të përcaktuar, pra direkt kategorizohesh në një pjesë saktuar, kur ne e tham shumë që dyshimet akoma nuk janë shuar. Edukimi karrierës pse bëhet në gjimnaze? Bëhet pikërisht që ti mos nxitohesh në vendimet e tua, por duke qenë se ke marrë një zhvillim të përgjithshëm që ne po vazhdojmë ta përmendim, pse duhet një zhvillim i përgjithshëm. Edukimi karrierës bëhet që ti në fillim të marrësh një edukim dhe të formohesh si një person dhe më pas kur vjen mosha që ke ato dyshimet e tepra përsëri për universitetin, ti të jesh më i qartë për preferencat e tua dhe për çfarë të sjell ardhmja. Kthehemi edhe prapë te mendimi kritik, jemi te inteligjenca artificiale që e kishim edhe prapë temë nga debati. Inteligjenca artificiale po merr autonominë e mendimit kritik. Edhe shkolla profesionale në një farë mënyrë, duke qenë se bën më shumë pjesën e praktikës dhe jo të teorisë, nuk dua ta them, nuk e kam thënë në asnjë moment që punëtorët e kam si term të ofendues apo fyes, por e kisha në kuptimin që nuk na ndihmon të jemi lidera ose drejtues, por më shumë se sa të mbarojmë 2 vite shkollë profesionale dhe të hyjmë direkt në punë pa menduar shumë për interesat tonë, për zhvillimin tonë dhe zhvillimin tonë profesional dhe si njeri. Duhet ta mbyll me një shprehje që shkollat profesionale mund të rrisin ose mund të ndërtojnë profesionistë, por gjimnazet nxjerrin individ të formuar. Faleminderit. Mirë, faleminderit të dy liderave të skuadrave. Tani është momenti që juria të mblidhet edhe të bëjë vlerësimin, sikurse dini në këtë
Pa u mërko, do t'ja jap fjalën juris, e cila padyshim do bëj komentet, këshilla, pse jo, edhe se si ju mund të përmirësoheni për fazën tjetër. Sikurse e thash dhe pak më përpara, një nga skuadrat do të kalojë në fazën çerkfinale. Njëra do të largohet, por kjo nuk do të thotë që ju nuk keni dhënë më të mirën këtu. Ju keni bërë një investim shumë të mirë për sa i takon mendimit kritik. Ndaj kjo është vetëm një nisje e gjithë startit për sa i përket këtij kampionati edhe qëllimit që ka në vetë projekti. Kështu që fjala është për ju. Në rast të parë do doja t'i përgëzoja të dyja skuadrat. Bashkë nuk kemi pasur mundësinë të njihemi në fazat e mëparshme, kështu që ishte për mua përballja dhe ballafaqimi i parë me secilin prej jush në aftësitë tuaja të komunikimit më shumë të mendimit kritik, do thoja. Kështu që do ju përgëzoja shumë për punën, sidomos për punën e ekipe, më pëlqeu shumë dhe sinergjia që kishte secili ekip kur ishte duke u përgatitur, edhe tek debati liderëve vura re që kishte një lloj komunikimi me letra apo një lloj sensi ndihmues në argumenta në mënyrë interaktive, që ishte gjithashtu dhe shumë respektues përkundrejt ekipit debatues tjetër, siç i quaj unë, se e kam pak bezdik të termin kundërshtar. Kështu që te kësaj një gjë tjetër që më ka pëlqyer shumë ishte mënyra se si kishit përthithur fjalorin tek paketa kërkimore. Kjo tregon që jeni thelluar realisht në përcithjen e argumentave, nuk i keni marrë shablon. Ishte një lloj fjalori që te faktit që e përdorin në një formë origjinale dhe të përshtatshme për moshën tuaj. Kështu që nuk më duk sikur po dëgjoja pseudo ekspert, dhe kjo ishte një gjë shumë e këndshme gjatë debatit që kam ndjekur. Dhe ju përgëzoj shumë për ngritjen e pyetjeve. Është i pari kryesor që në një debatues i mirë, sepse pa ditur të ngresh pyetje të mira, natyrisht nuk do dish se si të zbatosh përgjigje që janë efikase përkundrejt argumentit që dëshiron që të ushtrosh. Nga ana tjetër, ndërkohë tek debati i liderëve unë jam pak e pakënaqur. Mendoj që trajtimi i temës mund të ishte bërë në një lloj forme më produktive për secilin prej jush, që t'ju vendoste pak në atë sensin e rrjedhës së mendimit real kritik. Mendoj që ju anashkaloj pak një nga fjalët kryesore të temës, që është efikasiteti. Pra më shumë se sa të ndalesh se çfarë është specializim dhe se çfarë është edukimi i përgjithshëm, duhet realisht të diskutoni mbi çfarë bën efikas arsimin. Kjo do ju çon pastaj nëse mundemi të kemi arsim efikas më shumë me një formim më të përgjithshëm apo me një formim më specifik. Dhe te kësaj përmendit një lloj, mendoj unë, një lloj lenteje shumë të ngushtuar në raport me realitetin jo vetëm tuaj, po shqiptar. Sepse ka troje të Shqipërisë në fakt, në të cilat arsimi profesional ofrohet edhe për dek që janë si mjekësia. Pra ka shkollat mesme profesionale për të përgatitur si mjek. Nuk diskutohet në asnjë moment nëse për të bërë një profesionist shumë i mirë edhe në profesione që shkojnë tej punëtorisë ose zanatit, do ishte nevojshme për shembull që të kishit një lloj sensi specializimi më të hershëm, pra për të qenë programues, a do ishte më mirë që të ishit më herët të formuar, për të qenë mjek, a do ishte më mirë të ishit më herët të formuar, juriste të gjitha me radhë. Te kësaj do doja që dhe toni i debatit të ishte pak, nuk do e thoja miqësor, sa do e thoja konstruktiv. Dhe te kësaj e kuptoj fluksin e informacionit me të cilin ballafaqoheni si brez, natyrisht më shumë i ndryshëm nga brezi që kam qenë unë debatuese, por do doja që shumë terma që unë e di shumë mirë që janë shumë prevalent në përditshmërinë tuaj të rrjeteve sociale, siç janë termat e zhvillimit të lobit frontal, të mundemi t'i përdorim si argumente vetëm pra sa realisht i njohim si fenomene, sepse me batut do ju them që të bërë rrit 25 në eksperiencën time të lë mjaftueshëm dyshime në jetë, kështu që përgatituni edhe për këtë pjesë të eksperiencës suaj si debatues në të ardhmen. Te kësaj shumë përgëzime për punën që keni bërë, edhe uroj që të dy ekipeve të kemi mundësinë që eventualisht në mos në këtë edicion, se tani jemi në fazë eliminimi, po dhe në edicionet të ardhshme të mundemi t'ju shikojmë tej me tej në argument. Mirë, përshëndetje. Unë do ta nis me një përgësim për dy zyshat, cilat kanë bërë një punë fantastike dhe kanë arritur që t'ju sjellin të dy skuadrave deri në Tiranë. Nuk dua të shtoj asgjë për sa i përket kritereve që ne si juri përcaktojmë nga ato që tha kolegja, por do doja që t'ju jepja dy këshilla të vogla. Fillimisht për të dy skuadrat vlen këto, në debatin në nivel grupi unë pash që u përdorën shpesh herë thënie. Ne dim shumë mirë tani realiteti është realiteti jon ku prevalon goxha AI edhe këto platformat e tjera që unë as nuk i njoh shumë mirë dhe tentoj t'i shmangaj sa mundem. Do doja që burimin e informacionit ta përdorim më shumë nga libra tani që jemi më pranë tyre, se
në momentin që do dilni në tregun e punës jam e bindur që për arsye të ndryshme do ju duhet që ndoshta ti shmangni librat edhe të fokusoheni tek proceset që ndoshta e shkurtojnë vështërsinë e të hapurit dhe të shfletuarit një libër. Kështu që do ju sugjeroja me çdo lloj arsye që një thënie që ju e përdorni ta merrni nga librat ose nga informacionet të besueshme dhe jo nga interneti apo platforma si chati ose gjëra të ndryshme. Dallon me një herë thënjet. E dyta do ndaloja më shumë për ta cekur se sa ndoshta si një lloj mungese te kultura e debatit në mënyrën që ne i drejtohemi tjetrit. Në debat ne duhet kuptojmë që ti je debatues i mirë, duhet të jesh dëgjues i mirë. Po ti je dëgjues i mirë, nuk duhet të drejtohesh tjetrit asnjëherë me arrogancë ose duke u drejtuar në mënyrë verbale, le të themi, për t'ia ngushtuar sferën e mendimit. Duhet ta keni parasysh, mendimi vjen vetëm në momentin që fillon dhe shfletohet. Është totalisht e gabuar që ne t'i mësojmë gjërat përmendesh dhe t'i recitojmë. Përkundrazi, ne duhet shtyhemi në mendim në mënyrë që fjalia që na sjell tjetri të na jap ne një vijshmëri të asaj që ne duam të themi. Përndryshe dua vetëm që ta mbyll me një falënderim për gjithë emocionet, për gjithë patosin, për gjithë entuziazmin që na dhurua dhe shpresoj që secila nga ju të shkojë dhe të vijojë të marrë nga këtu këtë mesazhin e fortë të debatit dhe në shoqëri të përdor një formë shumë korrekte të debatuarit. Sigurisht unë kam thënë edhe herë të tjera, Ridebate nuk është një platformë që ka si qëllim vetëm këtë garën që zhvillohet mes jush. Përkundrazi, Ridebate është një platformë e cila ka si qëllim që të merrni nga këtu iniciativën që ju të debatoni në shoqëri duke ndjekur disa rregulla, të debatoni duke respektuar tjetrin, të debatoni duke përdorur një fjalor më të zgjeruar dhe duke sjell në tryezë debate të forta, me argumente dhe me logjik. Shkof më i miri përpara, sigurisht uroj që secili nga ju të marrë më të mirën e eksperiencës. Shumë suksese. Mirë, unë në fakt kam atë peshën për të thënë se cili ekip kalon fazën tjetër dhe gocat ishin në fakt shumë shtëruse me gjithë argumentat që thanë, sa që ma bën zili, thash unë po unë vetëm këtë do them, kush kalon. Kështu që më lejoni të them vetëm dy gjërat vogla. Spari, edhe pse mund të përsëritem, sepse spari debati parë ishte vërtet shumë i mirë. Pra kishim një debat që në veshët tanë erdhi në mënyrë shumë të bukur, se në fakt debati në fund ditës është edhe një lojë që ne bëjmë. Pra kemi një temë edhe duhet të luajmë, duhet ta mbrojmë ose ta kundërshtojmë në varësi të fatit që ne na caktohet te shorti. Kështu që këtë detyrë në debatin e parë bëhet shumë mirë, edhe duke qenë se unë ju kam ndjekur edhe në debatet e para të dy ekipeve, më lejoni të them që kishte një lloj përmirësimi nga debati i fazës parë, por që sigurisht duhet keni parasysh edhe gjithë këshillat që u dhan këtu. Ajo që unë kam për debatin e parë dhe që do doja ta dëgjoja nga ju më shumë, nuk e di si është paketa kërkimore me informacionet që ju keni, po tema ishte euroskepticizmi. Në fakt, që te tema, ti duhet t'jesh çik skeptik për Europën. Pra, unë dëgjova shumë që Shqipëria s'është gati, se ka korrupsionin, se ka institucionet jo shumë të forta. Po unë nuk dëgjova, ose nuk më erdhi qartë ideja se a është Europa mirë në këtë moment që po flasim? Pra, është e qartë politikisht Europa se ku po shkon? A është zhvillimi ekonomik në Europë ai që ne kemi ëndruar para 30 vitesh kur donim të futeshim në Europë? Pra dëgjova që Bullgaria dhe Rumania, edhe pse janë në Europë, kanë korrupsion. Dakor. Greqia ka probleme ekonomike. Po janë probleme të vendeve që qëllon që të jenë anëtarë të Bashkimit Evropian. Po euroskepticizmi lidhet njëkohësisht edhe me politikat e Bashkimit Evropian. Po unë pash edhe nga ekipi kundër, edhe nga ekipi pro, dëshirën për të qenë Bashkimin Evropian, po thjesht jo tani se ne si jemi gati sa të rregullojmë reformën drejtësi, ose më tani se po të futemi dhe rregullojmë reformën drejtësi. Po në thelb, euroskepticizmi është ajo pjesë, kjo është gjë shumë e mirë për realitetin tonë, pra edhe një qëndrim kundër, që do duhet ta mbash me forcë, ti prap qëllimin e ke që të futesh në Bashkimin Evropian. Për ne si shoqëri është shumë e mirë, edhe u pa edhe te debati, prandaj jemi edhe vendi me përqindje më të lartë të mbështetjes pro-europiane në gjithë vendet anëtare ose ato që janë akoma pjesë e Bashkimit Evropian. Po do doja të kapshem më shumë me temën. Pra është
Bashkimi Evropian është organizata më komplekse që ka kriju ndonjëherë njerëzimi, kështu që duhet kundërshtonit më shumë ose duhet mbronit më shumë politikat e Bashkimit Evropian. Pra unë nuk jam dakord që taksohet qytetari i vendit tim edhe taksat e mia të shkojnë në Itali, ku s'ka. Do të thënë, është çështje politike që të bën ty euroskeptik, pra nuk e pëlqen këtë lloj organizate. Po jo, unë dua të futem, po të bëm gati herë vet, se ti përfundimisht do të futesh. Kjo është e para, dhe debati i dytë sigurisht do doja që të ishte një debat çik më i mirë nga të dy liderat, qoftë në aspektin e të folurit në publik, pra në gjithë ato elementet që ju i keni marrë në trajnim, edhe qoftë edhe në kuptimin e temës. Megjithatë, tani është momenti. Atëherë do themi vetëm kush kalon fazën tjetër. Sipas vlerësimit ton, me një diferencë shumë të ngushtë, në fazën tjetër kalon shkolla Asim Zeneli. Mu duk shumë e heshtur kjo dorë tërkitje. A jemi gati? E duaj një dorë tërkitje të fortë për dy skuadrat. Mua më pëlqeu që në këtë fazë dhe Juria ka marrë një tjetër qasje, shumë serioze, kundrejt vlerësimit, sepse jemi në një fazë që duhet merret seriozisht, sepse duhet kalojnë skuadrat që kanë sjellje më të mira. Kështu që ato çfarë ju than Juria, duhet i merrni parasysh në mënyrë që të paraqiteni edhe më mirë, kam fjalën në këtë rast për shkollën Asim Zeneli, kështu që shumë sukses edhe ju, por nga ana tjetër duhet falenderoj padyshim edhe shkollën Miti Zoizaka, ka qenë vërtet një surprizë edhe e them këtë sepse vitet e kaluara nuk kemi pasur këtë performancë, kështu që ju vlerësoj shumë vajza, edhe vërtet keni bërë një punë shumë të mirë, po edhe mësuesja e tyre që ju ka sjellë në kampionat. Kështu që shumë faleminderit. Kampionati vazhdon, do të vazhdojmë me debatin e dytë, kështu që tani ndihuni të lirë për të vazhduar edhe rrugtimin tuaj.